Një ekspozit në formatin e një muzeu prezantohet këto ditë në Sarandë, në hapësirën të Sheshi Limanit, dedikuar njerëzve të cilët historitë të jetës apo jetën që bëjnë aktualisht e kanë të lidhur me peshkimin dhe me detarinë, me bazën e marinës e munguar dhe tjetërsuar sot. Autore e ekspozitës është juristja Enola Bejko, e cila i ka vënë vull kreativiteti këtij produkti që ndërthur historinë me të sotmen e personazheve të detit dhe peshkimit. Sipas saj, në një koncept më dinamik, ekspozita ka dalë nga muret e galerisë për t'u bërë më e prekshme nga publiku i gjerë. Kjo ekspozit synon që të kthejë në vëmendjen e qytetarëve një pjesë të rëndësishme të Sarandës që janë marinarët e qytetit tonë. Ka ardhur ekspozita në një formë pak më dinamike si vjet, duke u marrë kryesisht me jetën e tyre, me emocionet që ata kanë përjetuar në det dhe me çfarë ata i ka lidhur pazgjithmërisht me detin. Pra, përqasja e ekspozitës, përveç pjesës narrativës historike për revolucionin e marinës shqiptare ndër vite dhe kryesisht të qytetit të Sarandës, është ndërthurur me historitë e tyre personale, me eksperiencën e tyre, me jetën e tyre. Është një kujtesë për të gjithë ata të cilët shpirtin e kanë akoma të lidhur me detin dhe që kthehen sërish pranë tij. Ajo u shfaqet interesuarve në formatin e një ekspozite alternative, duke tërhequr vizitor me të gjitha pjesët përbërëse të saj. Me ekspozitën e ideuar, juristja Bejko thotë se ka patur për qëllim dhënien e mesazhit se njerëzit e detit janë një aset i çmuar dhe identitar i Sarandës. Ajo që ne dëshironim të sillnim ishte që kujtimet e tyre t'i bënim të prekshme për secilin nga qytetarët dhe t'u japim një mesazh që ata, duke qenë se janë mes nesh, nuk do harrohen asnjëherë dhe kanë një vlerë të jashtëzakonshme për qytetin ton, po dhe për qytetarët, jo vetëm për familjet e tyre. Ekspozita është e përbërë në disa seksione. Një seksion është me fotografitë e marinarëve, siç janë sot, por dhe siç kanë qenë dikur kur kanë qenë duke ushtruar detyrën e tyre. Gjithashtu, pjesë e ekspozitës është edhe një video e cila përmban copsa jete nga jeta e tyre dhe nga çfarë kanë jetuar ata në det, dhe një pjesë tjetër e cila është pak për një moshë pak më të re, që është interaktive me një pyetje e cila lëviz në ekran dhe përgjigjen e të cilës mund të kthej secili nga vizitorët e kësaj ekspozite. Ekspozita dedikuar brezave të njerëzve të detit vjen si një muze kujtese dhe në kujtime nderim për çdo njërin prej tyre, ndërsa çdo vizitor i saj në pak minuta mund të bëhet udhëtar në historinë e detarisë dhe të peshkimit që Saranda e ka si faqe të pasaportës së saj.